Gjiku është pajtuar për ta votuar zotrin Konjufsa si kandidat të vetëvendosjes. Pra, ka shumë të panjohura dhe paqartësi në gjithë këtë farë kuazi diskutime, se për mu nuk janë këto diskutime, nuk janë takime që prodhojnë diçka, sepse po t'ishte ashtu dhe po t'kishte vullnet, se krejt çka po mungon në këtë proces të zgjedhjes së presidentit të ri është vullneti. Dhe vullnetin nga ana e Kurtit, sepse vetëm ai e ka në dorë nëse do ta çojë vendin në zgjedhje apo nëse do t'i jap një president të ri, sepse këto deklarimet e tij se nuk pa i pas 80 vota, pa i pas 84-85, nuk kanë asnjë lloj kuptimi, nuk kanë sens. Kur dihen emrat e kandidatëve, edhe në kaluarën çdo herë, deputetët që nuk kanë dashur me i votu ata kandidat, e kanë bërë publike. Në para 5 viteve, ne e kemi ditë, gjithë publiku e ka ditë se 3 deputetë të Lidhjes Demokratike të Kosovës në